Në një botë ku kapitali dhe individët e pasur mund të kalojnë kufit lirisht, vetëm bashkëpunimi ndërkombëtar mund sigurojë që korporatat shumëkombëshe dhe të pasurit të tatohen në mënyrë të drejtë. Por Trump e refuzon dhe administrata e tij ka përqafuar kriptomonedhat. Donald Trump po i zhndërron me shpejtësi Shtetet e Bashkuara në parajson më të madhe fiskale në histori. Për këtë mjafton të përmendet vendimi i Departamentit të Thesarit për të tërhequr nga regjimi i transparencës mbi identitetin real të pronarëve të kompanive, tërheqja e administratës Trump nga negociatat për krijimin e një konvente në kuadër të OKB-s për bashkëpunimin ndërkombëtar tatimor, refuzimin e saj për zbatuar aktin e praktikave korruptive të huaja, si dhe heqjen e shumë rregulloreve mbi kriptomonedhat. Kjo duket se është pjesë e një strategjie më të gjerë për të hedhur në erë 250 vjet mbrojtje institucionale. Administrata Trump po shkel traktatet ndërkombëtare, po shpërfill konfliktet e interesit. Po ashtu, ajo ka çmontuar kontrollet dhe balancat dhe ka sekuestruar fondet e akorduara nga Kongresi. Administrata aktuale nuk po debaton për politikën, ajo është duke shkelur shtetin e së drejtës, por Trump e do një taks, tarifat ndaj importit. Ai duket se beson se faturën po e paguajnë të huajt, duke siguruar paratë për të ulur taksat për miliarderët. Po ashtu, beson se tarifat do të eliminojnë deficitet tregtare dhe do ta kthejnë prodhimin në SBA. Në fakt, tarifat paguhen nga importuesi, duke rritur çmimet në SBA, ato po vendosen në kohën më të keqe të mundshme. Taksat SBA-ja po i merrte nga një periudhë inflacioni të lartë. Për më tepër, edhe leksionet bazë të makroekonomisë tregojnë se deficitet tregtare shumë palshe pasqyrojnë pabarazinë midis kursimeve të brendshme dhe investimeve të brendshme. Ulja e taksave nga Trump për miliarderët do të thellojë ndekun, sepse deficitet zbresin nga kursimet e brendshme kombëtare. Si për ironi, politika si ulja e taksave për miliarderët e korporatat e rrisin deficitin tregtar, që nga koha e Ronald Reagan, konservatorët kanë deklaruar se ulja e taksave nxit rritjen ekonomike, por nuk funksionoi kështu për Reaganin dhe as për Trumpin gjatë mandatit të tij të parë. Studimet empirike kanë konfirmuar se uljet e taksave për të pasurit nuk kanë ndikim të madhshëm në rritjen ekonomike apo papunësinë. Nga ana tjetër, ato rrisin menjëherë dhe vazhdimisht pabarazinë të ardhura. Vetëm zgjatja e propozuar e aktit të shkurtimeve të taksave dhe vendeve të punës në vitin 2017, ulja më e madhe e taksave mbi korporatat në historinë e SBA, do të shtojë me rreth 37 trilion dollar borxhin kombëtar të SBA-s gjatë 30 viteve të ardhshme, pa ofruar nxitjen e premtuar të rritjes ekonomike. Me politikat e tij, Trump e thellon deficitin tregtar edhe në nivelin mikroekonomik. SBA-ja është bërë një ekonomi shërbimi, ndër eksportet e saj më të mëdha janë turizmi, arsimi dhe kujdesi shëndetësor, por Trump e ka minuar sistematikisht secilin prej tyre. Cili turist, student apo pacient do dëshironte të vinte në SBA, duke e ditur se mund ndalojë në mënyrë arbitrare që në aeroport dhe të mbajë në burg për javë të tëra, dëmtimi i institucioneve kryesore arsimore të Amerikës, anulimi arbitrar i vizave studentore dhe zhvlerësimi i kërkimit shkencor kanë lënë hije këta sektor jetik. Qasja strategjike e Trump po tregon që tani shenjat e dështimit. Kina është një nga partnerët më të mëdha tregtare të Amerikës dhe SBA-ja varet prej saj për importe më të rëndësishme. Kina po i kundërpërgjigjet tarifave, frika nga stagflacioni, inflacioni i lartë, i kombinuar me një rritje ekonomike të dobët, i ka goditur tregjet e aksioneve dhe obligacioneve. Dhe ky është vetëm fillimi. Për shkak të Departamentit të Eficiencës së Qeverisë drejtuar nga Elon Musk, të ardhurat nga taksat mund të bien me mbi 10% këtë vit për shkak të mënyrës së zbatimit. Një reduktim me rreth 500.000 punonjës i organit kryesor tatimor, IRS, do sillte humbjen e rreth 2.4 trilion dollar të ardhura gjatë 10 viteve të ardhshme, krahasuar me rritjen e parashikuar prej 637 miliard dollarësh sipas dispozitave të aktit për reduktimin e inflacionit, që synonte të rriste numrin e agjentëve të IRS. Agjenda është e qartë, jo vetëm norma më të ulta taksash për të pasurit, por zbatime të dobët të ligjit. Në një botë ku kapitali dhe individët e pasur mund të kalojnë lirisht kufit, bashkëpunimi ndërkombëtar është e vetmja mënyrë që korporatat shumëkombëshe dhe super të pasurit të tatohen në mënyrë të drejtë. Ajo që po shohim është një përpjekje dukshme e Trump, Musk dhe miqve të tyre miliarder për të krijuar një lloj kapitalizmi të modeluar sipas parajsave fiskale. Ky është një sulm i gjithanshëm ndaj çdo ligji që kërcënon akumulimin ekstrem të pasurisë dhe pushtetit. Dhe kjo nuk është askund më e dukshme se sa në përqafimin e tyre të kriptomonedhave. Lulëzimi i madh i shkëmbimeve të parregullta të kriptove, kazinove në internet dhe platformave të basteve online e kanë nxitur zgjerimin e mëtejshëm të ekonomisë së palikshme globale. Në drejtimin e Trump, Departamenti i Thesarit ka anuluar sanksionet dhe rregulloret mbi platformat që fshehin transaksionet. Madje Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të krijuar një rezervë strategjike të kriptomonedhës dhe ka mbajtur samitin e parë të kriptomonedhave në shtëpinë e bardhë. Senati ndoqi shembullin pak më vonë duke shfuqizuar një dispozit që kërkonte që platformat e kriptove të identifikonin dhe raportonin përdorësit.
Brenda G20-s, konsensusi i arritur vitin e kaluar në udhëheqjen e Brazilit kërkon që të pasurit të paguajnë pjesën e tyre të drejtë. SBA është distancuar nga marrëveshjet ndërkombëtare, por paradoksalisht, mungesa e diplomacisë së saj mund të ndihmojë në forcimin e negociatave shumëpalëshe për dhënë një rezultat më ambicioz. Dikur, SBA kërkonte që një marrëveshje të dobësohej, zakonisht për një interes të veçantë, por në fund e refuzonte nënshkrimin. Kështu ndodhi edhe gjatë negociatave të OECD-s për taksimin e korporatave shumëkombëshe. Tani pjesa tjetër e botës mund vazhdoj përpara me hartimin e një arkitekture të drejtë dhe efikase tatimore globale.